Në atmosferën e bekuar të muajit shenjtë të Ramazanit, dy djemtë e Feridon Fezollarit, Bajram dhe Lirim, së bashku me familjet e tyre, kanë organizuar një iftar të begat për mbi 200 gra të besimit musliman dhe jo vetëm, duke ndarë së bashku këtë moment të veçantë të fesë islame. Me sofrën e shtruar plot bujari dhe zemër gjerësi, ky iftar ishte një simbol i solidaritetit dhe vlerave të Ramazanit, duke forcuar lidhjet mes besimtarëve. Mes lutjeve dhe bisedave të ngrohta, gratë shijuan jo vetëm ushqimet e përgatitura me kujdes, por edhe atmosferën e harmonisë dhe dashurisë. Ky iftar i mirëpritur është përshëndetur me kënaqësi nga të pranishmet, sepse është një shenjë e respektit dhe përkushtimit për gjithë ata që janë pjesë e kësaj tradite të rëndësishme të besimit musliman. Familjet e Bajram dhe Lirim Fezollarit falenderojnë të gjitha ato gra që ishin pjesë e këtij iftari dhe urojnë që ky muaj i shenjtë ju sjellë paqe, begati e lumturi në familjet e tyre.